Louise Haley ka ndezur sërish rrjetet me një postim misterios që ka hapur debat në botën e showbizit. Në shkurt 2026, lajme do të bëhen film dhe filmi do të bëhet lajm, shkroi ai, duke paralajmëruar diçka që shumë e lexuan si nisjen e një projekti kinematografik. Prej muajsh janë përfolur zëra për një film ku Louise dhe bashkëshortja e tij, moderatorja Chiara Tito, do të jenë protagonistët kryesor. Tani duket se projekti është më afër se kurrë. Chiara ka konfirmuar për herë të parë publikisht. Louise e ka përmendur në story, por tani po flasim për diçka konkrete. Sipas burimeve, xhirimet pritet të nisin së shpejti dhe filmi do të trajtojë dashurinë, temën që ka ndërtuar figurën e çiftit që nga Big Brother VIP Albania. Sigurisht që do të ketë edhe dashuri brenda, ku do të shkojmë në të dy pa transmetuar pak dashuri, ka thënë ajo me humor. Louise ndërkohë ka lënë të kuptohet se çdo moment i rëndësishëm i jetës së tyre mund të përfshihet në projekt, duke kthyer filmin në një përzierje mes realitetit dhe artit. Të mbetet vetëm pyetja, po vjen filmi i jetës së tyre apo një mënyrë e re për të treguar të vërtetën?